Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të thjeshta, të shpejta, plotësie, të shëndetshme, të cilat i përgatis për familjen time. Po kështu është edhe receta sot, gjithashtu është një ide mjaft e mirë për t'u marrë me vete në shkollë, në punë, së shpejti edhe në plazh, meqense stina i verës po na vjen, dhe kështu fillojmë pa humbur kohë me përgatitjen. Unë kam përdorur një kungulleshk, të cilën do ta grim në rende, dhe pasi e kemi bërë gati, do shtojmë një lugë çaji krip dhe do ta lëm për disa minuta në mënyrë që të regjet, nëse mund ta quaj kështu, dhe të lëshoj atë lëngun që ka kjo perime. Pastrojmë vendin dhe në një enë do shtojmë 2 vezë, ndërkohë kungulleshka do t'i lëm të pushojmë për pak, 200 ml qumësht, pak krip, piper të zi dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Do vazhdojmë me 5 lugë gjelle miell gruri. Vazhdojmë të përzierjen. Kjo është shumë e rëndësishme pasi nuk duhet që të na formohen as pak kokriza, por mos u shqetësoni pasi për pak do arrini masën që duhet. Pasi e kemi përzier shumë mirë, kungulleshkat janë gati. I shtrydhi me ndihmën e duarve ose me ndihmën e një garze të pambukt ose një nap të pambukt, si të jetë më e thjeshtë për ju. Unë zgjodha mënyrën më të thjeshtë duke i shtrydhur me ndihmën e duarve, dhe në fund do shihni se edhe lëngun që ka lshuar kjo perime. Dhe vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa. Duhet ju kujtoj se këto masa që po shënoj në video janë për 3 deri në 4 pite. Nëse dëshironi më shumë, duhet të shtoni masat. Kungulleshkën e kemi gati, e shtojmë në enën që përzijem edhe përbërësit e tjerë, e përzijem derisa të na formohet një masë një trajtshme dhe e kemi gati. Tiganin që do t'i pjekim, i lyejmë me ndihmën e një peneli me vaj dhe do t'i pjekim një e nga një në zjarr të ngadalt, duke i lëvizur her pas here në këtë mënyrë. Sigurisht që tigani duhet të mos ngjisë dhe do t'i kthejmë në anën tjetër në momentin që shohim se është gati për t'u kthyer. Në këtë moment do shtojmë djath edhe sallam dhe do ta palosim kështu si po shihni në video, dhe do t'i lëm edhe për pak sekonda derisa të piqen, duke i kthyer dhe në anën tjetër derisa të piqet plotësisht dhe të shkrijë djathi. I vendosim në pjatën që do të shërbejmë dhe sipërfaqen e lyejmë me gjalp. Kjo është sipas dëshirës, por gjalpi i jep shumë shije dhe i mban pambukt të buta. Dhe do vazhdojmë kështu me të gjithë masën derisa të përfundojë dhe pas çdo pite do ta lyejm me gjalp. Në fund, unë kam shtuar edhe pak majdanos, kjo është sipas dëshirës. Gjithashtu nuk dua të harroj pa thënë se mund të shtoni edhe nenexhik pasi jep shije shumë të mirë. Dhe kështu i keni gati për t'i shijuar. Siç e pat, janë mjaft të thjeshta në përgatitje. Si ju duket si recetë, ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Dhe pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.